Ka 300 vjet që bluan grure misër. Edhe pas 3 shekujsh, guri i këtij mulliri vazhdon të rrotullohet. Gjendet në Zajas përreth rrugës magjistrale, ndërsa banorët e njohin si mulliri i Xhaferit, që mendohet të ketë qenë pronari i parë. Sistemi i vjetër o ky, po ky mullir sikur na thonë më përpara, ke 300 vjet i ka. Sistemi bluarjes është me ujë, që kalon në mulli përmes këtij lugu. Ky punon me ujë. Uji ka gjugun mas, e ke indizuar. Edhe i bi fjetës mullit, e fjeta shkon edhe guri shkon masën e nisë dhe guri. Dikur në këtë mulli është punuar ditë e natë që të mund të arrijë në kohë bluarjen e misrit, sepse ka qenë një nga ushqimet primare si për kafshët ashtu edhe për njerëzit. Një thes misër merr 2 orë për t'u bluar. Edhe natën e ditën jam punuar. Edhe natën punuar. Që ti mrejnë, se nuk mundesh të mrejnë njerëzit. Ai du shpejt ta bëre që i vjetur vetë. Xhafadili ka 20 vjet që punon në këtë mulli dhe thotë se do të punojë derisa ta mbajnë këmbët. Më pas ka gjasa që mulliri 3 shekullor të mbetet vetëm muze, sepse punë ka shumë pak dhe me të ardhurat që nxirren nga puna këtu nuk mund të jetohet.